Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve të Shqipërisë ka reaguar për deklaratat e kryeministrit Edi Rama, lidhur me pezullimin nga detyrat të zëvendës kryeministres dhe njëkohësisht ministres së infrastrukturës dhe energjisë, Belinda Ballukut. Shoqata shpreh shqetësim dhe indinjat me qasjen e kryeministrit, për të cilat thotë se nën petkun e ankesës fshihet mesazhi i presionit. Mesazhe të tilla të përditshme të ushqyera ndaj publikut të gjerë synojnë të krijojnë një klim mosbesimi ndaj pushtetit gjyqësor dhe mund të përdoren mëtej si pretekst për marrjen e masave erozive ndaj këtij të fundit, shkruhet në deklaratën e shoqatës së gjyqtarëve. Po ashtu, shoqata thekson se ndarja dhe balancimi i pushteteve është një nga parimet themelore të demokracisë. Nuk ka munguar dhe kundërpërgjigja e Ramës, i cili shprehet se shoqata e gjyqtarëve gabon nëse pret që ai të mos reagojë në një kohë kur është palë në proces. Mirëpo gabon shumë shoqata e gjyqtarëve nëse pret që unë të mbyll gojen në të mos ndaj me publikun opinionin tim, as edhe kur jam vetë palë në një gjyq kushtetues, për shkak se funksioni që mbuloj, me votat e afro 1 milion shqiptarëve, është goditur në pavarësinë e vet nga një prokuror e një gjykatës dhe rrezikon të gjymtohet për sot e për të ardhmen në shtyllën e vet kurrizore, tha Rama në reagimin e tij. Unë dhe qeveria e shumica parlamentare që kam nderin të udhëheq, mirëpresim krahapur çdo komunikim institucional me shoqatën në fjalë për të adresuar nevojat dhe sfidat e drejtësisë së re, ku parimi i shenjtë i pavarësisë së gjyqësorit duhet mbrojtur me çdo kusht, e mbyll reagimin e tij kryeministri Rama.